Teknologjisë bashkohore në shkollën e mesme profesionale teknologjike Hamdi Bushati në Shkodër ishte edhe projekti më i fundit, i cili konsiston në ngritjen e disa laboratorëve modern ku përfshi edhe inteligjenca artificiale. Ne kemi fituar një projekt Regional Challenge Fund, që është fondi për sfidat rajonale. Dhe ajo konsiston në ndërtimin e disa laboratoreve, pajisjen e disa laboratoreve në shkollën tonë, dhe një nga këta do t'jetë edhe një laborator i tillë i pajisur me mjetet e duhura, mësimore didaktike, ku integrohet inteligjenca artificiale edhe teknologjia e informacionit. Duhet thënë që në shkollën tonë tashmë mund të kenë mbi 10 klasa që zhvillojnë mësimin e kombinuar dhe janë të pajisura me Smart TV, me kompjutera, ku nxënësit zhvillojnë mësimin nëpërmjet platformës digjitale. Kjo teknologji do aplikohet në 3 drejtimet e kësaj shkolle: hoteleri, turizëm, ekonomi, biznes dhe tekstil, konfeksione. Patjetër që ju shërben të gjitha degëve, pasi dihet që te ekonomi, biznesi llogarit tashmë bëhen me platforma dhe nuk bëhen më me shkrimdore dhe shërbejnë shumë. Po ashtu edhe te hoteleri, turizmi, bizneset kanë një teknologji që zhvillohet me hapa galopant, e ndryshme ndoshta nga skelet kurrikula që ofron dhe është pak më e ngurtë dhe përditësimi i tyre vonon pak në krahasim me përditësimin e teknologjisë në botën reale të punës. Kështu që ajo i ndihmon pa diskutim shumë. Plus kësaj edhe tekstil konfeksioni është shumë i nevojshëm sepse ka prerje me CAD/CAM që janë programe digjitale edhe i ndihmon shumë edhe për ta. Lajçi thotë se qëllimi kryesor është rritja e aftësisë së nxënësve dhe përgatitjes së tyre për tregun e punës dhe nevojat e bizneseve. Sipas saj, në këtë drejtim kjo shkollë mbi 700 nxënës konkuron me dinjitet dhe në shkolla të tjera profesionale jashtë vendit. Patjetër që edhe me shkolla të ngjashme si motra rajonale, shkolla jonë i afrohet me teknologji sepse duke qenë se nxënësit tonë përgatiten për një treg global pune të hapur, gjithashtu edhe shkollat profesionale kanë marrë shumë mësime dhe kanë implementuar eksperienca nga shkollat të tjera rajonale që i kanë implementuar në bazë të kushteve edhe ambientit të shkollës tonë. Mund të ketë shkolla që jemi edhe më lart për sa i përket infrastrukturës së shkollës me high-tech. 3 ditë më parë, kryeministri Edi Rama në një takim me kryetarët e bashkive të gjithë vendit u kërkoi atyre që të mbështetin nga afër shkollat profesionale dhe të përforcojnë lidhjet me to, pasi ato kanë një rol vendimtar në përgatitjen e të rinjve dhe të rejave në tregun e punës. Në qytetin e Shkodrës, përveç kësaj shkollë, funksionojnë dhe 2 shkolla të tjera profesionale: shkolla industriale Arben Bronci dhe shkolla pyjore Kol Margjini.